Këtu është horoskopi i Mërkur 21 maj 2025. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Lajme të mira në lidhje me mosmarrëveshjet e ndërmarra në të kaluarën, të cilat mund të ndikojnë në situatën e brendshme, profesionale, të biznesit dhe biznesit. Demi. Mundohuni të harroni atë që ka ndodhur në muajt e fundit, tensionet familjare, problemet në lidhje me shtëpinë dhe ndoshta edhe punën. Lodhja ka të ngjarë të marrë përsipër. Natën mendoni se çfarë duhet të bëni ditën tjetër, maturi në dashuri. Binjaket. Informacion i mirë, mund të merrni një detyrë interesante. Është një horoskop i mirë për ndjenja. Gaforia. Ideali do të ishte të largohesh, të shkosh larg dhe të përpiqesh të kapërcesh monotoninë e pjekur në këto ditë. Komplikime në punë, është më mirë të mos veproni. Ndihesh pak i vetmuar. Dhimbje koke për të luftuar. Luani. Kujdesoni për fitnesin tuaj, dilni nga pak ditë të rënda. Në fushën e punës keni disa vështirësi, por të zgjidhshme. Virgjeresha. Të gjithë ata që kanë një projekt, një iniciativë dhe një vullnet të madh, në këtë ditë nuk duhet të mbajnë prapa dëshirën e tyre për sukses, një mi hieshi. Peshorja. Kjo është një ditë shumë intriguese. Është dita e duhur për të filluar disa projekte. Akrepi. Kjo është një periudhë në të cilën duhet të përpiqemi të realizojmë strategji të reja dhe mbi të gjitha ide të mëdha. Ditë pozitive, emocione po vinë. Ndiqni instinktin tuaj, ditë pozitive, zgjidhje që vinë, aleanca të reja. Shigjetari. Kujdes edhe për shpërqendrimet. Ju do të zgjidhni një ndryshim ose zgjedhje. Bricjapi. Ditë e nënshtruar, nuk mund të zhbllokoni projektet e mëdha që keni në mendje. Në punë ju duket e vështirë, ndryshimet janë të mundshme, por edhe detyra interesante. Ujori. Vëmendje sepse gjithçka që lind në këtë periudhë mund të përbahet me interes. Zemra juaj është e qetë. Peshqit. Një ditë që do të ndryshoj për sa i përket ngjarjeve të përgjithshme që do t'ju ndodhin, por që më pas do t'ju sjellë rezultate të kënaqshme, veçanërisht në ndeshjet miqësore dhe në aktivitetin tuaj praktik. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.